I nderuar kryetari i seancës, të nderuar kolegë, të nderuar miq të Bashkëpunimit Shqiptar-Gjerman, të nderuar qytetarë. Sot, kur diskutojmë për mbylljen e zyrës së Fondacionit Hans Seidel pas mbi 30 vitesh veprimtari në Shqipëri, nuk jemi thjesht përpara një procedure formale. Ne jemi përpara një akti që simbolizon fundin e një kapitulli të rëndësishëm të mbështetjes gjermane në konsolidimin e institucioneve të shtetit shqiptar. Kjo na imponon jo vetëm mirënjohje, por edhe reflektim të thellë, sidomos nga ky kuvent, i cili ka detyrim të vlerësojë pse partnerët të besuar ndërkombëtar po largohen njëri pas tjetrit. Fondacioni Hans Seidel ka qenë mes institucioneve të para serioze perëndimore që mbërritën në Shqipëri, në një kohë kur vendi ynë kishte mungesë totale përvojash administrative, juridike dhe institucionale, pasi sapo ishim shkëputur në një nga diktaturat më të egra të Europës. Në këto 3 dekada, Fondacioni ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm në rritjen e profesionalizmit të administratës qendrore dhe asaj vendore, forcimin e sistemit drejtësisë, modernizimin e qeverisjes vendore, rritjen e bashkëpunimit shqiptar-gjerman, forcimin e policisë së shtetit përmes programeve të mbështetjes e trajnimit policisë tonë në policinë e landit të Bavarisë. Janë mira në punës juristë, drejtues institucioneve dhe specialistë të administratës që sot janë brenda karrierës së tyre në një pjesë kulturës profesionale që solli ky fondacion. Por për këtë ne jemi thellësisht mirënjohës dhe ne si opozitë këtë mirënjohje e shprehim publikisht dhe në respekt plot. Por sot duhet folur hapur për arsyet që e kanë çuar në këtë mbyllje. Zyrtarisht Fondacioni deklaron se po riorganizon aktivitetet e tij ndërkombëtare për probleme fondesh dhe kjo është e vërtetë. Por ne nuk mund të mbyllim syt për faktin se në Shqipëri gjatë viteve të fundit klima për bashkëpunim me organizata serioze ndërkombëtare është bërë gjithnjë më vështirë. E them hapur, qeveria shqiptare ka demonstruar shpesh mungesë transparence, mungesë bashkëpunimi dhe madje edhe mosbesim ndaj institucioneve dhe fondacioneve perëndimore, sidomos kur ato kërkojnë standarde dhe llogaridhënie. Po ashtu, fenomenet e njohura të këtij regjimi si përdorimi klientelist i fondeve, abuzime me projektet e decentralizimit, politizimi i administratës, mungesës së kontrollit brendshëm, korrupsion i pothuajse të gjitha sektoreve përfitues në të gjitha niveleve, si qendror dhe ato lokal. Këto janë sinjale që dëbojnë investitor serioz, fondacionet dhe partnerët ndërkombëtar që duan standarde e profesionalizëm. Fondacionet si Hans Seidel nuk largohen nga vendet kur shohin transparencë, stabilitet dhe bashkëpunim të ndershëm. Ato largohen nga ato vende ku ndjejnë se kontributi i tyre nuk përputhet me realitetin institucional, ku reformat janë fiktive dhe ku korrupsioni mbetet pengesë kryesore për progres dhe e tillë është Shqipëria sot në regjimin tuaj. Dhe ky është një shqetësim që opozita e ka ngritur vazhdimisht. Partnerët perëndimor largohen Shqipëria jo sepse Shqipëria nuk ka nevojë për ta, por sepse qeveria nuk ka vullnet t'i mbajë ata. Në emër të opozitës dhe të institucioneve që me të drejtë duhet të ndjejnë mirënjohje, duhet t'i shpreh falënderim të sinqert Fondacionit Hans Seidel dhe t'i falenderojmë për profesionalizmin, ndershmërinë dhe mbështetjen e sinqertë që i kanë dhënë Shqipërisë në kohë të vështira dhe në moment të kyçe të transformimit të shtetit tonë. Por njëkohësisht ky largim duhet të jetë një kamban alarmi për qeverinë, kur partnerët serioz të perëndimit mbyllin misionet e tyre në Shqipëri. Ky nuk është sukses, por dështim i madh politik dhe institucional. Bllokimi i fondeve të IPARD nga Bashkimi Evropian për grandet e subvencionet në bujqësi është treguesi më i qartë i asaj se ju, si rilindje, keni bërë bëni me parat e taksa paguesve Evropian, Amerikan e shqiptare, duke abuzuar vjedhur çdo ditë. Opozita ka detyrimin ta thotë këtë qartë dhe ne do të vijojmë të bëjmë këtë jo për të fituar pikë politike, por sepse Shqipëria ka nevojë për bashkëpunim sinqert dhe të drejtë me partnerët e saj strategjik e jo për fasada dhe për propagandë. Duke shfrytzuar kohën, do ngrej edhe 2 probleme të zonës. E ka ngritur në Komisionin për çështjet e brendshme të mbrojtjes në paraqitjen e projekt buxhetit vitit 2006 nga drejtori i asaj agjencie, zoti Çako, ku ngrita shqetësim për situatën e rëndë shkaktuar nga rreshtet e ditëve të fundit në territorin e Bashkisë Has. Rreshtet e ditëve të fundit kanë shkaktuar dëme serioze në rrugët rurale të gjitha njësitë administrative, Gjinaj, Fajza, Golaj, Krum, të cilat janë shkatruar disa rrugë fshatas komplet. Këto dëme
po izolojnë 10 familje dhe po rrezikojnë qarkullimin e tyre të përditshëm. Kërkesa ime është e qartë. Bashkia Has ka nevojë urgjente për një shumë modeste, 25 deri në 30 milion lekë vjetra, për të kryer riparimet e këtyre rrugëve. Dhe po të doni të kurseni para e të mendoni për qytetarët, mjafton të hiqni dorë nga zbukurimet e godinave të ministrive dhe luksit shfrenuar Tiranës. Mjafton të kurseni vlerën e një dreke apo darke tek Nusreti dhe ja ku dalin parat për stabilizimin e gjendjes në Has. Një drek apo dark tjetër dhe sistemoni urën e lekbibeve dhe dëmet në tropoj. 2 dreka apo darka më shumë dhe zgjidhni edhe problemin e urës në fshatin Shtrez të bashkisë Kuks dhe gjitha dëmtimet që ka pësuar nga rreshtet bashkia Kuks. Sepse shpenzimet për luks dhe abuzimet me parat e qytetarëve i kanë filozofinë e saj biles shumë të shfrenuara. Ndërkohë, kërkesa e Bashkisë Has për ndihmë emergjente për 300 familje të dëmtuara është pothuajse e papërfillshme nga fondet e rezervave të shtetit. 300 pako ushqime dhe 110 kujtal mirë. Kaq kërkohet dhe as kjo nuk u afrohet atyre qytetarëve. Hasit, Tropojës dhe Kuksit nuk u duhen premtime e fjalë boshe, mashtrime të përvitshme, pasi atyre u duhen veprime konkrete për këtë problematika që u ngrita këtu në këtë sallë në parlament si përfaqësues legjitim i tyre. Faleminderit. Faleminderit zoti Çelaj, fjalën e ka zoti Bledion Albati, përgatitet zonja Klodiana Çapja. Përshëndetje të nderuar qytetar. Në fakt do doja të kisha këtu kolegun tim nga majoranca, se e dëgjova me vëmendje fjalimin që mbajti në parlament seancën e kaluar dhe ndihem i lumtur në fakt që mbas 5 vitesh që jam në këtë sallë, përfaqësuesi i majorancës që përfaqëson qytetarët e Devollit, më në fund foli, se 5 vite rresht nuk isha dëgjuar askënd. Dhe ky është një përparim i dukshëm, vetëm përpara. Por, i dashur koleg, besoj që do kesh mundësinë ta dëgjosh. I thuaj atyre që ta shkruajnë fjalimin, që unë nuk i shikoj as pak gjërat me syrin politik, por i shikoj me syrin real, e shikoj të vërtetën ashtu si që është, të bardhës si them të bardhë, të zezës si them të zezë. Kam kurajo si që pata edhe në seancën e shkuar, të përshëndes edhe të Duar Trokas, edhe kolegë të majorancës kur thonë të vërtetën. Dhe do kisha dashur shumë që për ty të Duar Trokis jam më fort, por s'ma dhe mundësin. Dole edhe the që në Devoll ka pasur zhvillim ekonomik, investime në bujqësi, se qeveria ka një vëmendje të shtuar, po cilat janë këto? Fole për spitalin rajonal, rekonstruksionin e spitalit rajonal të Korçës. Harove të thuash që ti, bashkë me këtë zotërin të lartë, gjinjyet sepse në fushat thatë do të bëjmë rekonstruksionin e spitalit bashkiak të Devollit, që është kthyer në një ngrejim të shkatruar, pa mjek, pa infermier, pa shërbime. Shumë mirë që do bëhet spitali rajonal i Korçës. Po Devollint, a ekzistojnë gjykundi për ty që të kanë votuar? A ekziston gjykundi si kundër të thash në seancën e kaluar në tabelën e shpenzimeve prej 9.2 miliardë euro emri Devoll në atë listë? Jo, nuk ekziston. Mos mendo se këto fjalë që po them janë një sulm ndaj teje. Se si individ e di mirë që të kam respektuar gjithë jetën, por si deputet, për sa kohë të rish atje, të mbash karigen duke u ngritur me recitime që t'i shkruajnë për t'i bërë lavde qeverisë,
në një kohë kur Devolli është fshirë nga arta investimeve të kësaj qeverie, do të të bëj leckë jo ty, po këdo tjetër që ka mashtruar Devollind në çdo fushat dhe sa kur pasi marrin votat nuk i konsiderojnë asnjë moment. Por që ta dish ti djalë mirë, nuk janë këto ato që të turpërojnë e të çnderojnë ty, këto që po them unë. Ajo që të turpëron e të çnderon ty është veprimi e dëgjon, mos ki merak. Është veprimi që kanë bërë këta me ty. Që edhe pse je i ulur në atë karike nuk të konsiderojnë as pak. Edhe pse përfaqëson Devolli nuk figuron në listën e investimeve prej 9.2 miliardë euro të buxhetit shtetit për vitin 2026. Po, në qoftë se pretendon që është e kundërta, të kam bërë një ftesë gjatë fushatës që unë ti, ky tjetri këtu sipër, ai guaku i bashkisë, të ulemi në sheshin e qytetit dhe të bëjmë një debat. Nuk pa të kuroj ajo asnjëri nga ju. Të ftoj tani prap, ty, këtë këtu sipër, që shkoj shpi në shpi në Devoll, atë guakun që keni në bashki, ulemi prap në qendër qytetit Bilishtit, ftojmë gjithë qytetarët e Devollit dhe bëjmë atje debatin dhe e shohim që ndrojnë këto që them unë apo ato që thoni ju. Qëndron ajo situatë që them unë që shkollat e fshatrave të Devollit ka ta ndisur pa asnjë nxënës dhe në ato shkolla ku ka bëhet mësim kolektiv, qëndron kjo që them unë që bujqësia ka vite e vite që është shkatruar, është degraduar prej mos vëmendjes tuaj, apo qëndrojnë ato që thoni ju, që bujqësia në Devoll ka ecur me ritme galopante. Qëndrojnë këto që them unë në lidhje me korrupsionin, apo qëndrojnë ato që thoni ju që janë llafe. A qëndrojnë këto që themi ne për Belindën, për vrimat e Belindës në për tunele, apo qëndrojnë ato që thoni ju? E pra djali mbar, djali mirë, si djal, po jo si deputet, se me sa duket si deputet nuk e ke takatin për ta bërë këtë detyrë që ke marrë për sipër, do duhet ta dish mirë që ke marrë përgjegjësinë për të përfaqësuar qytetarët e Devollit. Dhe për sa kohë ti të rish atje, mua do më kesh përballë ty, ndonjë tjetër, e këdo tjetër, për t'ju nxirr fytyrën ashtu siç e keni e për t'ju thënë vërtetën në sy. Iku një mandat 4 vjeçar kishim një kolegun tënd që nuk pati kurajon të fliste as për rrugën e fshatit vet. E ka premtuar ky zotëria këtu sipër. Ka vajtur derm në Vidovë. Do ta bëjmë rrugën e Vidovës. Ka 13 vite nuk ka filluar ajo rrugë. E premtoi edhe këtë vit. Prap në tabelën e investimeve nuk figuronte. Po çfarë duhet të themi? Duhet të themi që Devollin duhet të rojnë me ëndrat dhe me mashtrimet që ju servirni ju? Kështu nuk shikojnë gjërat politikisht sipas jush? Jo mor djalë, jo. Shqiptarët duhet ta dinë mirë, Devollin duhet ta dinë mirë që ju nuk jeni asnjë gjë më shumë se sa një grup njerëzish që mashtroni sa herë ka votime, që premtoni dhe hapni krahun me premtime pafund, që përdorni çdo lloj mjeti për t'i gënjyer e për t'i manipuluar ata njerëz dhe në fund ju hiqni vizën dhe ju fshini emrin. Por unë do të jem këtu dhe do t'ua them sa herë të jetë nevoja, sa herë të kem mundësi, të vërtetat në sy do t'ua përplas suratit çdo ditë. Tani me qenë se më përmendë disa herë, së pari njerë në respekt të rregullores, kodit sjelljes edhe të gjithë kolegëve të tjerë duhet të qërosh fjalorin edhe duhet të drejtohesh kolegëve me respekt, pavarësisht mendimeve të ndryshme apo të kundërta, e para. E dyta, nëse një koleg apo qytetarët
nuk pranojnë të shoqërohen me ty dhe të dalin në sheshin e qytetit apo të fshatit, mos e shiko si mungesë guximi nga ana tyre, por shikohu në pasqyrë dhe gjej problemin të vetja. Tani fjalën e ka Zoti Zoti Tritan Shehu, më pas zonja Ina Zhupa.